egër të pluralizmit politik dhe të votës së lirë të shqiptarëve, mercenari Edi Rams dhe narkoqeverisë së tij Altin Dumani, me kujtesen se për veprat e tij të rënda penale, drejtësia një ditë do të thotë fjalën e saj. Kush e don këtë se është dhe origjinal. Besoj kjo është e fundit për Altin Dumanin, sepse ikën. Urdhro? Është mesazhi i fundit për Altin Dumanin, sepse nuk është më në atë post. Jo, nuk është i fundit. Ai bashkë me Elena Gjoken ka hyrë në galerinë e turpit të historisë së drejtësisë shqiptare. Nuk është e fundit. Ai ka hyrë në galerinë e turpit dhe të krimit. Këta të dy janë figurat, por si të pat, Irena ka të tjera plot, e Altin ka të tjerë plot, me vendimin që mori gjykata kushtetuese, duke i hequr, duke i marrë pushtetin plotësisht sistemit të drejtësisë, duke bërë faktin, apelin dhe gjykatën e lartë për masën e sigurisë që s'mund ta bënte kurrë. Nuk mund ta bënte kurrë. Mos harroni se kjo gjykat një vit më parë ka hedhur poshtë, nuk ka pranuar të shqyrtojë kërkesën e grupit 30 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike me pretekstin absurd se nuk legjitimohen në një kohë kur kushtetuta në mënyrë taksative përcakton një të pestën e deputetëve si institucion që mund të ankemojë në gjykatën kushtetuese. Zoti Berisha, zoti Dumani ka përfunduar tashmë mandatin dhe në kryet e SPAK kemi një drejtues të ri, Florian Braho. A keni ju një qëndrim për të? Tani, Dumani e mbyll me faqe të zezë, me pasuri të fshehura. E mbyll... A keni prova për këtë, zoti Berisha? Urdhro? A keni prova për këtë? Të plota, më falë. Të themun ty. Të themun ty. Jam ish president dhe ish kryeministër. Dhe në fakt, jap garanci të plot para çdo shqiptari se asnjë rrogtar i këtij shteti përfshi presidenti dhe kryeministri nuk mund të bëhet me 3 de facto me 4 në rrogën e shtetit. Nuk të lejon kursesi. Por ky s'ka 3, ka 4, sepse ky deklaron se jam me qera tek vjerri. A e kuptoni?